Mirëmëngjes, profesor Sezan Guri, mirë se erdhe, sepse sot ke sjellë me vete edhe një libër. Dy libra. A mund ta sqaroj unë, koleg? Libri i trash është për lexuesit e rregull që dinë të lexojnë dhe lexojnë dhe kuptojnë çdo gjë çfarë shkruhet nga profesori. Ndërsa ky libri, libër xhepi për ta përtasë që nuk lexojnë. Për politikanët, për ata që lexojnë. Si puna e kolegut, domethënë. I ndau profesori. Po pra. Mua m'la pa gjë. Mua ma ka çuar mesazh në WhatsApp, versionin edhe më të shkurtër fare për ata që lexojnë fare. Ashtu. Po. Atëherë, libri titullohet ABC-ja Manastirit 2000 vjet mbas Krishtit, apo jo? Kurorëzimi i ABC-s Pellazge 2000 vjet para Krishtit. Koleg, jam kurioz, sepse është vërtet një gjetje. Profesor, nuk e di ku e keni gjetur këtë, që keni versionin e madh për ato që, edhe versionin e vogël për persona, realisht se unë. Unë nuk guxoj të afrojmë libërve aq të trash në këtë kohë. Sa kushton ai, koleg? Ky kushton 500 lekë, ai? 3.000 libra. Që do të thotë, dikush ka dëshirë të shpenzoj. As me pesh, as me... Po pse e ke vënë atëre kursma? Po ja ka vënë ose do ikim panajër tani shumë betë. Nuk i kam ato gjë. Profesor Mise edhe ke filluar kaq shpesh, saqë edhe 2-3 herë unë filloj besoj. Ajo vihet për një vlerësim të djersës, që sikundër shumë gjëra nuk jepen falur, sepse dia, sidomos dia, bile par dia në bujtinën Berat, shpejt për e tregoj, edhe thaj s'kam lekë shof muzeun dhe, po ti thash unë ke lekë për një birë, për një drek, që mbas 2-3 orëve e shit atë, e qit atë në të. Nëse një dije. Do të e qit, kole, ja ku e mësuam. Ja, se tonë pasaj që anglishtja nuk është qip. Po. Do të vi për 2-3 javë, nese pas nese, botohet, po për 2-3 javë mund të bëjmë prapë. Prapë? Libër tjetër? Gjua Shqipe. Si notat që kryojnë gjo këngë, ajo kryon dhe ndërton gjo ju. Rast studimor, anglishtja, di branqe e shqiptuar keq. Ku libër këtë, pas ke trillte. Po, nuk është trillte. Ku meret një fabull me 4-5 faqe fabull anglisht që tregohet se si Briti, mbret Alban shkojnë në Londër. Edhe gjitha fjalët, bravo, gjitha fjalët, gjitha, 100%. Me peshtu di branqe, janë di branqe, geknisht, po di branqe me qik me shkja. Vetëm 2 fjalë pak në sa Po për shembull Briti shkojnë në Londër edhe e gjeti terra është tok. Italisht është terra. Është jeti land. Land është landa e drurit që ndahet me pyet. Ajo që ndahet Gjermania me lande, Finlanda, England, land që ndahet me pyet. Land druri. Ose lendet që hanë dera dhe Land druri, ma zdo me këto të. Lejt është i sot të gjera se themi për një qeshte shumë seriozë. Pro, land. Edhe nga landa udhtonte nga toka land në tokën tjetër, me antin lagune, lag, që lagën kemë, lag. E fjala lag, pasaj është lagun që është e cekët, se lagunat janë, nuk quhet laguna jo që zhytet gjithë trupi, apo është i thellë. Quhet lag. Nga lag vjen lago, liqenet, që edhe liqenet përgjithësi janë cekta. Edhe vjen lagun. Lake. Edhe lag, lago në italisht. Laguna Karavastas. Po. Edhe u thonte me Lundër. Lundër. I dha jemi Thjamis. Lumi Tamis. E qomët. Po, sham. Sepse nga ndej... Mise ka nga Thjamis. Po, Thjamis. Që thanë edhe mis që mbytë, sepse punojnë gjoj 6 muaj. Kam i mikë grek që janë zjedhe me këtë gjëra. Lumejnë në jug të Shqipërisë janë lumejnë malor. Pra morën emrin e lumit andej nga unisën nga Butrinti dhe quan emrin e lumit e quan andej. Pra, ka shumë gjëra, brigje, ndërtuar nura, njëtëmi breg, një anë. Sajt, njanë, edhe bregu tjetër. Shkoj nga bregu në breg, edhe ndërtoj urat, bridge. Pasaj bëri, me anë të urave, bëri qytetin, urban. Po bërë ura në i vënd, atëre ka kuptimin e qytetit. Urban, që lidhet kjo pjesë me këtë pjesë. Edhe vazhdojnë fabula... Oxford, këshëmë? Po ka bërë ato që dije që janë sigurta, jo ato që... Mund ta kapesh mënyrë pa përgatitur, se jo, nuk është për... Edhe, po jo, po tha... Kemi brigje. Cambridge. Kemi brigje. E nesëm, edhe
që të kthehemi ke kjo që për mua... Kthehemi këtu, ta që për mua juve ju falenderoj dhe është një nga gjetjet ose një nga emisionet... Një gabim kemi bo me ty, ne, po s'do ta bëjmë kurrët, herën e fundit. Është një nga emisionet në këtë radhë vetë shkon ABC-ja. Me ABC. Kjo ishte e bukur. Po, dhe titulli i librit që unë e kam vënë ABC-ja Manastirit, kurorëzim i ABC-ve 2000 vjet mbas Krishtit. Fakt, kjo është fushat kështu litorale. ABC Manastir Liu. Po. 1908, 2010, po e quajmë 1908 mbas Krishtit, edhe për të shkuar si metaforë, edhe kurorëzim, standardizim, njësim, kështu quhet standardizimi i gjuhës, njësimi apo rritje i niveli apo përcaktimi i niveli të caktuar që quhet standard i ABC-ve. Unë nuk parapëlqej ta quaj alfabet, por e quaj ABC, sepse kështu është quajtur historikisht i ABC-ve të gjuhës shqipe apo pellazge 2000 vjet para Krishtit. Ka ngjashmëri ABC-ja e Manastirit me ABC-n e 2000 vjetëve në Europë? Unë vetë e kisha me intuit që atë që është e njëjta gjë. Po, e kisha me intuit që këta në 1908 nuk bën gjë tjetër vetë se masi erdhën shumë variante ABC-rash, nga Sami Frashi, që nga turko-arab, arabo-turk, turko-latin, arabo-latin, latin-latin, erdhën dhe këta zgjollën me intuit, toshe unë, gjithë komisioni madh me Gjej Fishi, me Ndre Mjedën, edhe këta që morën pjesë, Mithat Bejfrashi e tjerë, këta e kishin një porosi nga bashkësia e abatit të Mirdicës që këta do zgjidhnin atë latine, por unë që atëherë besoja që këta zgjodhën instinktin e tyre të brendshëm, që atë që thotë Ivan Shulc, një hungares, që gjuha shqipe ja pati, po unë e dia e kisha me intuit që gjuha shqipe ja pati dhërë në ABC-n njërë, gjuhës latine, dhe e mori një kohën e dur kër ju desh. Dhe unë këte e kisha me sinceritet që ndonjëherë unë e besoj atë kur thot Einsteini që intuita është më e madhe se laborator, është më e madhe se shkencëtar intuita. Dhe unë e kisha dhe e ndjeja. Për shembull, unë kam shumë gjëra që i kam paraditur ose i dia në një nivel që zoti Albert Nikola i shpjegon sot. Ai sigurisht Albert Nikola Ciz, ai i Brukselit. I Brukselit e kemi patur këtu. Po. Dhe unë i kam shkruar bile ato që kam ditur në 2005. Po. I kam shkruar gjërat që ai thot sot ose mund të ketë 5-6 vjet. Do filloj të më thotë. Po në rregull. Dhe edhe po vike kjo ABC-ja më njëherë. Dhe kjo ishe shkak apo shtys që unë të shkoja të thellohesha në ABC-t para ABC-s së Manastirit, që ishin të panumërta që nuk ne kanë mësuar pra. Më ti thuaj që ata në Kongresin e Manastirit i thiri gjaku. Po bravo, faleminderit. Dhe ta filloj shpejt qofse më lejoni, ndoshta për 3-4-5 minuta unë e mbaroj. Së dushur nuk presim fare. Atëherë vetë këta erdhën me 2 ABC-ra, me Sami Frashin dhe me Manastirin, po që me këtë të komisia që erdhi nga Shkodra, dhe vendosën ABC-n e Manastirit që ne njohim sot, por në fillim dolën me 2. Vetë Sami Frashi kështë artuar në vitet 1870-80-90 që kishte edhe libra të shkruar, bile e shkruar dhe roman në vitin 1880-90 që nuk na është thënë pra, roman shqip me ABC-t. Dhe pastaj vin ABC-t e Konstantinikës Soforidit, vjen të Naumëve që Largjit, dhe unë kaloj poshtë e më poshtë në vite. Do më thënë që tamam si punë e shkollës që nuk është shkolla. U kam qenë mbrapsht, faleminderit, po kam qenë mbrapsht. Për të vajtur ke origjina, ke baza, ke themeli. Njësoj si që është shkolla shqipe, 1887, që thjesht e njohim si datë atë të filmi Bismarcku lëshoi shprehjen i mund që u tregua, për ne na thanë gjysmën e të vërtetës, që shqiptarët e shprehje gjeografike është gjysma e pasme që serbët dhe komunistët e ruajtën si shprehje për të na thënë që Bismarcku ka thënë që është shprehje gjeografike. Po para që to është gjysmën e dytë të fjalës, që është shprehje gjeografike, nuk mund të jetë një popull që s'ka gjuhë, që e dinë shumë mirë gjermanët që kishin popull shqiptar kishte gjuhë, e dinë Bismarcku. Edhe nuk mund një popull që kur nuk ka gjuhë dhe ABC-n e vetë, a shprehje gjeografike. E kundërta. Dhe ne na ruajtën vetëm gjysmën e dytë fjalisë, edhe u rritëm dhe u edukuam doktori dashur që në moshë 65-6 vjeç që jam unë, po u rritëm dhe edukuam që gjuha shqipe, populli shqiptar, vendi shqiptar shprehje gjeografike. Pra këtë.
Por me gjitha të la një gjë që serbët sodën marle me libra, i tha Abdyt Frashtit, edhe me mbet Bekonicës. Të dyve këtyre ju bëri një përshtypje shumë e madhe që këta vajtën pa përgatitur, vajtën me histori shqiptare, vajtën me gjuhë shqipe, me abecera e tjera, por nuk vajtën marle me libra si vajtën serbët. Dhe këta tash i kërkuan një nga i vllai Sami Frashi që të merrte një letër dhe mori letrën për shkollë të vajzave që u hap në Korçë 1887, po unë e kam shtjelluar që kjo shkollë nuk është as pak shkolla e parë shqipe. Sikundër e kemi thënë, pra dhe të paktën dhe duke zbritur në vite, del shkolla dhe fjala shkolla në Vithkuq, del në Voskopoj, zbret në vite, del në Viti, në Stubël, del në Blinisht, del në Lezhë, del në Kurbinë, del në Shkodër, del në Durrës e tjera, dhe 1123 që ka zbuluar profesor Nikola Gjon Leshi e shkolla e parë, në paktën mesjet, 1123 shkolla e parë shqipe, kur dhe universitetit ndër të parat, ku akoma s'kishte Bologna, Durrësit e 2, Durrësit dhe Shkodra. Pra, e njëjta skem... Këta që bëni shkollë që në 1100, pëse nuk shkruajnë në i cop letër? Këta kanë shkruar sa të duash ti, përse në 1332 prifti nga Tivari, përsëri Tivari në atë kohë ishte pjesë e popullit apo e vendit shqiptar, dhe thoshe që shkruanin dhe flisin një gjuhë tjetër, jo gjuhë latine. Shkruanin dhe flisin një gjuhë tjetër. A e thot ai shkruan? E thot ai 1332. Ku mbetën këto që kanë shkruar vëlla, i kanë djegë? Po pra, bravo. Këto tani janë kujdesur aq shumë këta 6 klerikët, po janë shumë 6 klerikë. Pra, veri, lindje, perëndim, jug, qikë më tutje lindjes, e qikë më tutje e jugë. Janë shumë 6 lloj klerikësh që kanë bërë kujdes se si të djegin edhe gërmën e fundit ngellur shqip. Po kanë haruar që gjuha shqipe është shkruar në etruri, ose ke etruskët, është shkruar ke mesapët. Pikërisht atje nuk ndrynin një, dhe dyta nuk e mendonin se ato shpjegoheshin me anë të Shqipëres, pikërisht ke ABC-ja që ne do flasim tani. Pra, ashtu si kundër shkolla... Akoma s'keni folë për ABC-n, për cilën jemi mbledhur. Po pra, edhe ashtu si shkollat që paktën unë ose edhe shumë tjerë, ndoshta studiues të akademisë tona, kemi zbritur në vite dhe kemi vërtetuar që nuk është 1887, sikundër nuk është universiteti jonë 1957, bile as jo Gjatasinit 1800. Ku mësuan këta Konstantini Samiu? Kjo Gjatasinim. Sepse kur o Gjatasinin... Po mirë, të qistat. Me fjallë, më jo shqip. Kur o Gjatasini u përjashtua si rektori parë Universitetit Stambollit, për shkak të oksidentalizmit... A mund t'ja thush këtyre që o Gjatasimi është kaninati që Kaninati. Këtë rruga këtu poshtë? Njeri matë, po pra njeri u... Nati është brenda kufirit, gjithë me markatit. Flitet për studentat, normal që duhet folur, Konstantine Sami janë i vreto, flitet për ta, nuk flitet për profesorin e tyre, pra. A që matë ishe, sa, i tha sultanit, kur vati si këshiltari që ishte, kur vati në Francë, duhet shkelte në tokën franceze, dhe veshi sultani këpucët me rerët. Edhe ju grin kemët nga rerët. Edhe a i lëshoj një shprejë, mikjarën mi thaj, toka është e zotit, thaj, nuk është e Francës, thaj. Pra nda i që atë rerën, thaj, nga këpucës e i dërmove, thaj, gishtin, thaj. Edhe ashtu bëri, pra, por një person me 11 lloj specialitetës disiplinash të shkencave, me 11 gjutuaja, njëri math, rektor, pra, universiteti. Pra, universiteti ashtu është vetë si shkolla dhe universitetet. E njëjta gjë. Prapë se prapë është më i lashtë se sa e o Gjatasimit, apo? Po, prapë është më i lashtë, pra, sepse po të vemi ke universitetet e Durrësit, sa po e tham, dhe po të vemi të zpresim ndër vite, ku në vitet 700-800 ka pas universitet Ohri, pasaj në kodikët e Beratit në 402-shin, kodikët 500-600 që janë kodikët e purpur të Beratit, janë 3 ata, po të pak të një e kemi që këta i thonë 1 në 3 kodikët e botës, por në fakt kodiku e shkruar nga Gjonë Jeronimi në 405-ën i burgosur në Epirë, dhe ky shkruajti kodikun e parë në botë të purpurt, ku aty gjen ligje morale, gjen fjalë shqip në kodik, dhe e ketë purpurt të hartë. Në kodik ka fjalë shqipe? Në kodik të Beratit ka fjalë shqip sa duash, ka faqe të tëra shqip po gjoja me ABC apo me alfabet grek. Po do ta themi edhe këtë, do ta themi për 1 minutë. Pra, e njëjta gjë zbritur në vite dhe vërtetohet që sikundër populli shqiptar, kombi shqiptar ka patur universitetet të hershme, shkolla të hershme që nga, për shembull, shkolla e Kurbinit, këta akademikët tanë i quajnë shkolla ajo përgatiste semiranista.
edhe i quante shkolla fetare. Po pse shkollat në Bolonjë 1300-400 në Prag, në Gjermani ato s'kishin më shumë element fetar se sa element social. Vetëm fetar. Vetëm fetar. Nësa këto tonat, kur porositesh ke Vatikani, 4 lëndë ishin aritmetik, dituri, astronomi, edhe një ishte fetare, pra ishin 5 lëndë gjithsej, 5 lloje librash, pra 1700. Po mirë, pa ta seminar bëshin latinisht? 1700, të kemi fakt, 1703, ku ai që mblodhi gjithë historinë e shqiptarëve që u shkruajt më vonë, pasi vdiq Papa Klementi, historia. Po pra, e të që vuri Papa Klementi, pra që ndodhi Iliricum, pra. Se ma me nëmër? Po pra, Iliricum, prift më vajtë shkujt. Edhe thot, i madhërishëm, thot, këtë gramatik, nuk e përgatita për ju që Shqip, mbledhur, mdatën, kajt, 1000, Shqip, mbledhun, me, bë, lë, e, u, dhe, në, mbledhun, në vitin, Shqip. Edhe këtë gramatik të shkoqitur nuk e shkruajta për ju, se ju i nderuar e dini fort mirë gjuhën shqipe, por e shkruajta për fratinët, e shkruajta për... E ke këtu me... E ke shkruar këtu, profesor? E ke për... Ja, është kjo gramatik për fratinët, gramatik shqipe pra. Fratijet janë vlezë. Po, vlezë, e më fra, vla. Frate. O, frate. Frate, byrater, pelazgjisht. Byrater, brother, anglisht. Byrat. Me që doje një... Nuk ka lidhe me beratin, byrat. Po, për byrat. Vazhdo ti me këto, vazhdo ti me këto. Po, bëjtë... Jo mirë bënë, që është mamulek aji. Aji po s'bere që humor, ta përkjellësht me t'i qeshur, me t'i gjeshur, aji është mamulek, nuk digjon, e ke mirë pra. Pamarësisht se e vuajun, me lejë doktor, pamarësisht se e vuajun, që në kell demi, e tali pak profesori, që që vuaj ti. Kur më sot më? Mendona ime. Komentuesme. Po se qaj kokën fare. Po i drejtu. Po se gjoj nga tonë, po edhe një mund të lexoj për të ditur kuja. A jam e kem toka për jo. E një e lexoj. Po i them dhe i drejtojmë ti. Gjo këtu e di komentues. Mamulluk. Në kamer jam. Në kamer. Ja këtu. Të kjo trite kuqi. Jo për të thënë që të qemë. Po shumicë e tyre ti, kur nuk di shkuaj Shqip, kur ka lexuar ajt gërma, sa unë kam bërë libra, që të bësh një libër, do të paktën 200 libra referu, sepse janë në gjo faqe, janë 2-3 referu, si bie paktën 500-600 libra, që të lexosh e të marrësh për sipër, që të shkruash apo të mundohesh të afrohesh të vërtetës. Prandaj, a mundem të përkim një tek tjetër? Nuk parim të alfabeti për cilën e mbledhur. Tek të tullat, tek të tullat. E pra, të tullat ngelitu. Ate edhe njerë, pra. E kjo ABC tani, që unë kam zbritu ndër vite, ABC e Amanasiri u ndërtua me ABC-n e Korilianos, pra. E Korilianos e 1885, pra. Që studiusi Lutfi Alije, që është sot në Itali, që studion dhe si varmi, si shleton librat e Vatikanit apo të Romës, ka sill të prurje 1885 Kongresin Pellazg, i cili paraqakton pikërisht atë që u bën 1908. Kongresi Pellazg, kongresi i dytë pra nga Jeronim Derada, i Marioti, Jeronim Derada, i cili mande lidhje me gjithë trilinzacit apo me të mëdhenjtë e Europës, Jeronim Derada, i Mariot. Dhe 1885 bazohet mbi ABC-rat të tjera që sapo i tham. Zbritën poshtë. Bëjmë ke një nga ABC-t më të rëndësishme që ka ardhur profesori nga Django dhe ka edhe nuk, domethënë marr të mirëqen studimin e tij, sepse me vërtetë është sa gjetje bëri Grigor Voskopojari, herëre quajnë i Durrësit, herërit Berati, çfarë si e ka, i cili figurinat Pellazge, 53 figurina Pellazge, i përdicoi dhe i ktheu në ABC shqipe. I ktheu në tingull, që gjot tingull i shkrojnë, i ktheu në diftonjgje, i ktheu në fjalorin e përditshëm me cilin u përkthye Bibla e vjetër dhe e re. Grigori, ndërsa në vëmendje të shqiptarëve sot e sjell profesor Django. Po, ka qenë. Po, atëherë ky Grigor, po, pra, unë çka kam bërë, që nuk kam zbuluar gjë vetë, po gjitha zbulimet të tjerëve, i ke përmbledhur te ky libri. Faleminderit. Që jetojnë në hapësirë, unë thjesht i kam bërë një kronologji, i kam bërë një kopra. Pra, kronologji. Po timi më i fundit është një kërkim në kohë, në mënyrë kronologjike, që ti mos ngatrohesh dhe të bindesh, dhe këto nuk i thot Sazanguri, po i thon autor të ndryshëm, shkencëtar të ndryshëm. Për shembull, siç është kjo. E ke kuptuar për ne lexuesit. Më thënë tani me që i ka met
asaj të tullat. Në radhë parë nuk janë në Rusi, po janë në Ukrainë. Po, normal. Por dikur quhej Bashkimi Sovjetik. Eksakt, edhe ajo. Po edhe vetë Akademia Ruse ka përcaktuar që është një pjesë, një lloj ABC, ata e thonë alfabet, ose ABC e gjuhës shqipe thonë ata. E vetë rusët. Po e thonë vetë. E një gjuhë të vjetër, më saktë, e një gjuhë të vjetër shqipe. Qa janë këto, rasa guri apo tullat të pjekur? Janë tullat. Me që në atë kohë njerëzit para letrës i përdornin për të shkruar. Sepse e shkruar në plaka argjile. Sepse çdo që... Gërvishte më lehtë. Gërvishte më lehtë. Nga kunji, sumerat, kunji form, kunj, ti thua akoma bizës që bën tantel. Edhe me anë të kësaj bize, ti shkruaj mbi argjil. Dhe mbasi argjila piqesh, linte gjurmë, relievin negativ në tetë. Dhe çdo që ndodhte... Pra shkruan që në baltë ata. Që në baltë, eksakt. Çdo që të ndodhte, dhe piqe, çdo që të ndodhte me diskun e Fesos, që u dojq pallati në Kretë, ajo mbeti. So po që këtë disk Festo, që është 1700, më ndjek doktor? Po të ndjek vetë. Disku i Fesos 1700 para erës sonde. Se ke merak të ndjek? E kam dëshirë që ta shikoj në sy dhe të më shkoj në sy. Dhe kjo disku i Festos 1700, që e merr i malli Nikostillo dhe e lexon ti si këngën e gjyshes, si Ninull, e lexon dhe e lexon shqip diskun e Festos, po jo vetëm ai, janë 2-3 të tjerë. Por pra, kur zbres nuk... Ku gjenden këto pllaka, këto tulla, ku gjenden? I ke atje në Ukrainë? Po, në Ukrainë. Vazhdojnë t'jenë atje? Po, ruajtur. Bile ne mendojmë që të bëjmë disa organizime si Akademia Rentona, që disa përfaqësues kanë ne, s'kanë si mërën, është kjo, janë shumë të tjera. Për shembull, është një vajtje që është një vajtje që duhet bërë në Vjenë, ku atë që thuhet që do shkrimi profesor Gjevat Loshi, që në të rastë është treguar edhe nuk do të thosha negativ, për të treguar mos minjohës ndaj asaj që Gjoja ka qenë një kopjo e Ungjillit të Elbasanit, por ajo tash tot, mbasi është dukur kjo kopjo, tash tot nuk ekziston. Ndërkohë që profesor Vullnet Xhango, Stefan Pingulli, unë dhe ca tjerë, do mundohemi që të vemi në Vjenë që të gjejmë pikërisht origjinalin. Që lidhe ka kjo me alfabetin? Po, alfabetin, sepse ABC-ja Ungjilli i Elbasanit, ku janë përdorur 43... Shkruar në shqip? Po, shkruar në shqip. Shkruar në shqip. Ajë që quhet... Do ju po shkoni në Vjenë, gjithë kjo që quhet... Profesor Gjevat Loshi i thoni mos... Bravo. Gjithë kjo që quhet janë tunë, gjpirë, janë flori, shkuar floririt... Ajo është skenar. Po, ajo është skenar, po ajo është një e vërtet, pra. Është një vërtet që ne nuk e zotrojmë sot, vetëm 60 faqe të ngelura nga kjo ABC, sikundësh është dhe ABC-ja tjetër e Kosta Beratit. Pra, në shekullin e 18, 1761, mendojnë si dhe Mitër Shyteriqi, edhe shumë të studiusët Majirdomi e tjerë, mendojnë që i përket Grigor Voskopojarit, pikërisht një ABC ku figurinat pelazge, pra kemi thënë njerë që kjo gota, që piktorohet në këtë mënyrë form figurine, që do të thot pi, edhe për brisajt është gërma P. Po pse të lodhe i robit bote gotën, kër e kështë e vëmë... Po sepse duke menduar që këta pelazgë 2000 vjetë për para, apo egyptianët pelazgë 2-3.000 vjetë për para, për të kuptuar popli thjesht si është gërma e ABC-s, e alfabetit, i bënde i figurinë. Për shembull, te hieroglifet egyptiane, që thuhet, Haroldi, Havardi, thot që hieroglifet egyptiane has the meaning in Albanian language. E kanë kuptimin gjuhën shqipe. Has the meaning in Albanian language. E thonë ata, Havar, White All Harold. Edhe sepse, në qofë se vje dora dhije, e keni aty të lutem, qofë se nxjerrë të lutem. E kemi nxjerrë gjithë materiale dhe pas. Po mirë, mbaj një sekundë. Mbaj një sekundë. Jo, më sa. Mbaj të lutem, mbaj. Mbaj edhe këtë. Edhe njerë. Hieroglifet e egyptian, ja urdhoni. Në qofë se nxjerrë dorën atje, edhe i thonë deti, sepse po që për greqisht i thonë gjë tjetër dorën. Po që për anglisht, më është dora figurinë. Po një minutë më vaj, dora ty është figurinë. Po. Dakor? E kuptova. Do të thotë që përbri ka gërmën D. Po aja që është ai zogu? Është Aini, Shqiponja, Çan. Aini. Aini.
është Enea, në heroini, edhe vë gërmëna. Pse kur më shante nana më thoshte mos u bëj ai. Po të lutem mos më kalo, të lutem. Kësa vetëm kësa radhe më qëndro stoik. Vetëm kësa radhe. Vetëm këtë emision, pra se do të them diçka në fund. Kam dërë, shikon që po flas koleg. Atere, në qoftë se vetë zeja, që është zinxhiri, po e bënde chain, anglisht. Chain, po të donte, po e ka bën zë. Zinxhir. Po ka bën një figurinë si zinxhir, edhe ka bërë gërmën zet. Qoftë vër lënej luanin, vër lënej. Qoftë vër kupën ai ken, vër kupati. Po ecë shumë shpejt profesor. Po qoftë vër genej, po vërtet kur thonë, po e shoh unë atje. Kemi emision të më vaj vetëm jemi për divulgativ për të thënë popullit ja çka kanë në kampin tuaj. Qoftë vër gotën, të lutem, jemi te gota pra. Qoftë vër gen, gotën, ja di ka vënë gotë, figurinë. To të shgej. Ma thua shkojën e gotës. Atje para në fund. Gotës shkonde, shef ka syt. Profesor, po neja pse? Po, dakor, nuk është jo, po se më lihen gjëra tjera pa thënë. Pra, më ndiq, e njëjta gjë, 53 figurinat pellazge, ky Grigoro Voskopojari i standardizoi, i njësoi, i ngriti një cilësi të përshtatshme që thonë këta, prandaj quajnë savant, i ditur te mase, Grigori, pra. Ky Peshkopi që kishte gjithë shkollën, ishte dhe nën kryetari Akademisë së re të Voskopojar, nga Berat. Jo, mos nuk... Po lëre pyetën për herë tjetër, mos më ndjej nga ABC. Po, ata vllej thonë vlla po që pra punë. Ai që punoi në administratë romake, në vitet 200, 300, 400. Vllej. Edhe punoi në administratë, mësoi latinishtën atë kohë, vllai. Edhe i përziu me shqip. Edhe ne i tham vlla, edhe këta tash i vlehet. Në vitin 600, kur erdhën këta hunë, gotë, ata kushërinjtë e tuti, këta unë gjithë në lartë male. Kushërinjtë e mje. Vlehet. Po barbarët, pra, barbarët. Kur erdhën këta, po lavi që bje. Jo, se the me këshuti, unë jam qomë lë, robo, pse bërë kushërinë ata. Kur edhe vlehet, thot Emines, gjutari ose etnokulturori me i mathi Europës, rumun, vlehet, thot ai, dhe shqiptarët, thot ai, unë gjithën në vitin 600 pas Krishtit, kur erdhën këta barbarët, unë gjithën në male, thot ai. Edhe zbritën po njësoj bashkë, ta 1900, pra. Sepse ruajtën misionin, ta ishi njëti popull, pa vlejet, edhe shqiptarët, djali i Xhaxhait, vllai që kishte punuar që dinte rumanisht, si një patronazhist sot që vjen për administrata afërsisht. Edhe u quajtën vlla, shumë vlle, që nuk e mori përsipër dot. Pavarësisht ata pretendojnë, po është temë tjetër pra. Jo hinduse, jo rumunë dhe nuk ja u lanë në kongresin e 1983. E lën pra. Po ama jemi një vlla, jemi një popull me vllet, jemi krejt njësoj. Pra, kjo ABC-ta që arriti kulmin në shekullin e 18, 1730, 61, apo 80, me cilët u përkthye dhjata e vjetra dhe e re e tjera, ishin pikërisht këto 53 figurina që ishin 53 gërma, po këtu kanë dalur në detaj profesor Gjangu. Dhe nuk i futem, e shof si që kemi në inxhierët, që e shof me një sy kritik apo revizionus, por ka bërë shpikje të një niveli si ata savantët e 1760 ka bërë i sot. Sepse ja lejon edhe shkenca që është fizikant, janë më lartë si inxhinierët fizikantët, me të drejtën, sepse nuk është rastisht që Leibnizi, matematiciendi, në 1695-1700 lëshon shprehen, në qoftë se doni të studioni shkencat para Krishtit, dhe historinë para saj, studioni gjuhën shqipe. Dhe kjo vërtetua, atë që tha 1700 Leibnizi, matematicien, atë vërtetuan dy grupet e mëdha që në vitin 1700. Do ta mbyllim tani? Kemi plot 30 minuta, ne nuk e ndjejmë tu se mësojmë gjëra të reja. Jemi në fund. Të lutem. Dhe shpejt e shpejt duke shkuar më poshtë, pra shqiptarët kanë përdorur ABC-ra në përgjitha shkollat që janë 1500, 1400, 1300, e thamë për shkolla, ka qenë fjallori Frank Bardi 1635, i cili ka vënë fjallor latinisht epirotum. Po të vësh një fjallor, do të thotë që një krah i caktuar, do të jetë me një ABC të caktuar. Atë fjalinë e fundi që do më thojë. Po, pra, edhe njërë pra, Frank Bardi, 1635, to i ka bërë Mark Parnika, i cili gjeti atje ku vete në Vatikan. Kemi pat Mark? Po e di, i cili gjeti 6 fjallor. Një nga këto, arabishtë, latinisht e tjertë. Edhe një nga këto ishte epirotum.
do të thotë që qoftë që ti bën një fjalor, do të thotë që i ke ABC, pra atëherë ABC nuk është 908, be as 761, por që nga 635-ën, zbresim në kod. Gjermani Pellegrin, bon fjallorin gjermanisht e pirotim, 1470, po që të bësh i fjallor do të thotë që ke gërmbat. Zbresim në kohë, vinte kodikte Beratit në vitet 800-900 që tam ka pasur universitet, sepse Dhori Kulen, kur vati në Istanbul, u ullë rektori parë, u ullë Kroati, me që kishë universitetin, u ullë Serbi fillimisht, pasaj u ullë Kroati, që do të thotë që kishë universitetin më të parë, që mburë në universitetin e Zagrebit, edhe i tha Dhori jo dhe kemi ne kodikët, sepse, thot, Gjoni, ironimit, nuk ka mundësi që dhe shkruajtur kodikte Beratit pa pasur universitet. Pra, me të nuk kemi dëna tjera, po kemi eto dhe i njatë Zamputi. Një tjetër arbre studius shumë i matë. I kemi gjitha në libër, po mund do ju kështu të me një libër në matë. Dhe fjale fundi. E fundi, nuk kemi kohë. Po, fjale fundi. Gjithë gabimi jondi është që neve kemi një kuptim shqip të një fjalie, po që kemi me gërma greke, thotë. Dhe të gjithë arrojnë dhe ngatrojnë që ky ABC apo alfabet, gjoja alfabet, që literatura greke, studiusi grek e morën nga Fenikasit tonë ata. Por mosën që grekët e morën nga Pelazgët, sepse Pelazgët që e shpikën në 2000, thot Herodoti, ky alfabet e shpiku 1500 vjet para meje. Po 1500 vjet para Herodoti nuk ishin Fenikasit, se ishin 1200 në kohën e luftës Trojës, Fenikasit. Pra grekët e morën nga ata që gjetën. Po ata që gjetën aty, nuk gjetën në Fenikas, se të Herodoti para se të vinin Helenët aty ishin Pelazgët. Pra, si shkundër morën gjë të blatuar nga Pelazgët, morën edhe ABC-n, që qotën alfabet, të cilët e gjoja morën Fenikasit 1500 vjet përpara, ndërkohë alfabeti ishe i Pelazgëve. Dhe gjuaj që ti lexon tash, që ty të duket sikur janë ABC greke, ato janë 80% e tyre janë fix ABC Pelazgje, ku ishte ajo apak ketash, sa pligu, ke fëmia hynëron, fëmia në Durrës, me le, e fundit, marove, të lutem, edhe 20 sekonda, ati e plaka e Durrësit, fëmia akademiku jonë, e lexon si mite ke gjaja, majtas, not true, e lie, thot Amerikani, nësa këtej, fëmia hynëron are, Albanian language, is true, thot Amerikanë. Pra, fëmia, kjo ABC, pra, e shkutu 600 vjet para Krishtit. Ader të gjitha këto perla të profesor Sazanguj, profesor. Të gjitha këto perla mund t'i gjeni në librerit më të mira të gjithë Shqipërisë përveç Gjirokastërës dhe Korçës, ku kemi këtë versionin me kursim. Këto mund të blenin në Tiranë. Profesor, faleminderit. Pas pak edhe në Gjakov. Vërtet kurseni se 5 lekë, por... Pas pak do ngulin flamurin në Bolivi. Ky është më i plot, kam përshtypjen. Ky është thjesht